Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Eriola Doci më ndau nga gruaja, rrëfet ish arbitri i FIFA-s. Ish arbitri i FIFA-s Lorenz Jemini është shprehur se në marrëdhënien me bashkëshorten e tij ka shpesh debate për shkak të xhelozisë. Debati i fundit duket se ka qenë ai një ditë më parë për shkak të një Insta story ku ish kolege e tij Eriola Doci e kishte etiketuar me shprehjen: "Gjithmonë kthehemi te dashuritë e vjetra". Kjo shprehje sipas tij nuk shkaktoi vetëm xhelozi nga ana e partneres, por edhe reagime nga ndjekësit e tij. Dje Eriola postoi një story ku thoshte: "Gjithmonë kthehemi te dashuritë e vjetra". Unë e ripostova këtë story dhe gruaja u bë xheloze. Nga ana tjetër, reagimi i gjinisë mashkullore në Instagram më ka habitur. Si ka mundësi që e nxjerr këtë ti? Më thoshnin. Gjatë rrugëtimit të tyre në çift, njëri ecën drejt, tjetri ecën shtrëmër. Njëri mban veten, tjetri jo. Njëri punon shumë, tjetri më pak. Njëri fiton më shumë para, tjetri më pak. Ne nuk duhet ta lejmë partnerin të na shkëputet. Duhet ta marrim prej dore dhe ta sjellim nga krahu ynë. Është shprehur Jemini. Femrat edhe për arsye të hormoneve kanë ulje ngritje të forta. Djem duhet të punojnë me këtë gjë. Ndonjëherë e shoh bashkëshorten në mëngjes që është furtunë, ndërkohë që në darkë ishim mirë. Dhe nuk ka shpjegim. I them: "Bëj pushim nga puna, merr leje të dalim të pim një kafe bashk". Kur nxehet bashkëshortja, gocat më pyesin nëse jam zënë me mamin, sepse kur ajo është e mërzitur, shtëpia është furtunë. Shprehet Jemini.